Shqipëria është e mbushur me ujë në toka dhe ne nuk kemi ujë. Po, është e vërtet. Unë para 3 vjetësh isha në Kuks. Të themi të drejtën, që të besha unë drejtori i përgjithshëm i Institutit Ndërtimi, duhej një ndërhyrje një deputet i fuqishëm. Dhe ai që i tha Zotit Rama ishte Pandiri Majko. Kristaqen e dua drejtor përgjithshëm të institutit. Dhe u bëra drejtor, pavarësisht se unë e gjeta Institutin e Ndërtimit në një grop skëter financiare. Imagjinoj që punojësit e institutit kishin 3-4 muaj pa marrë pagat. Në cilin vit? Në 2013. Kishe mos pagesat të sigurimeve shoqërore, shëndetësore, mos pagesat të TVSH-ve, mos pagesat të usjellës, kanalizime e tjera. Dhe në këtë rast mua më ka dhënë ndihmë 2 persona të veçantë. Më ka dhënë e nderuara profesorja ime pedagogja, profesore Luljeta Bozo, e cila më tha, Kristaq, trajtoj institutin si pjesë të familjes tënde. Dhe profesor Emin Mysliu, inxhinier, do vesh i parin punë, do iksh i fundit, derisa të vendosësh. Imagjinoj që në bazë të ligjit 8402, datë 10/9/1998, për kontrol disiplinë, një nga kriteret është oponenca. A di i dashur se kur është bërë oponenca parë në Institutin e Ndërtimit? Kur? Në 2004. Nga 90-a? Nga 98-a? 98-a. Doli ligjit, po? është bërë në 2004. Po pse ka shumë? Pse se nuk e njohin ligjin. Nuk e njohin ligjin. Oponencën e parë që kanë bërë unë për Tajvanin. Si për Tajvanin? Për objektin e Tajvanit. E për lokal, për gjithë objektin. Atje është bërë oponenca e plot. Imagjinoj që kryetari i bashkisë, i Vlorës, i Fjerit Elbasanit, nuk ditë që ishte oponenca. Unë mora ligjit dhe të gjithë kryetarëve nga një shkresë zyrtare. Përveç kësaj, trokita derë më derë, bashki më bashki, që fillonin të bënin oponencat, që fillonin të kishim mundësi financiare. Pra, po të bësh tirish punës e koka, problemi ka zgjidhje. Tani, kam një pyetje përsëri te kjo e ujit. Në 24 orë, cili qytet ka ujë 24 orë në Shqipëri? Aktualisht, asnjë qytet nuk ka ujë 24 orë. Asnjë qytet. Edhe ata që thonë, gënjejnë. E ke fjalën për Korçën, për... Po. Po pse gënjejnë? Gënjejnë për arsye se kostua e furnizimit me ujë, TAZM, të Fierit është e lartë, është me sistem pompimi. Se është pompa ajo që... Pompa. Bile, ata bëjnë një gjë, mbas orës 10 të darkës, deri në orën 5 të mëngjesit, i stakojnë. Prandaj, unë ngul këmbë te projektit me gravitacion. Dhe me rrjedhje. Me rrjedhje të lirë. Të lirë. Dhe është fatkeqësi për Kuksin, që vajtë me zotin Majko, kur ishte drejtues politik, dhe bashkë me kryetarin e bashkisë, me këtë djalin që është tani, ishte i vetmi kryetar bashkie që më ka shoqëruar ku ishin burimet, ku ishte veprimtarjes. Dhe arritëm neve që më datën 22 dhjetor të 2023-shit, ne kaluam studimin Kuksi me ujë 24 orë, nga burimet ekzistuese dhe ato të reja. E bët? Nuk u bë. Pse? Për arsye pse, edhe një fond 2.5 milion lekë të reja, që caktoi, që miratoi Këshilli Bashkiak, nuk u aplikua. Pse su zbatu? Se ata punojësit, juristat e nderuar të bashkisë, kishin frikë nga korrupsioni. Po ç'kishin frikë? Pra që ishte një vlerë financiare për çmimet që do bëheshin për depon, që do vendosej në një rafsh të Pierrët, dhe kuptohet,
Është një depo 5.000 metër kubshe, plus pesha e vetë depos, dhe në këta rast duhet që të kapet formacioni. Ne donin të bënim 3 shpime, geologjike e inxhinierike, pra që të kapim vendosjen e depos mbi formacion. Okej, qartë Kuksi, po Tirana? Pra, më vjen keq për Kuksin, për arsye se Kuksi është mbi ujë dhe është pa ujë. Po edhe Tirana mbi ujë është. Dhe unë gjej rastin nga kjo intervistë të ma përsipër të vete në Kuks dhe ta përfundoj studimin dhe të rrisë nivelin e prurjeve të ujit. Pse? Se një nga elementet kryesor është vjedhja e ujit. Vjedhja e ujit? Shpërdorimi i ujit. Shpërdorimi, që e vjedhim me ndryrje. Ai fshatar. I zakonsh. I kalon tubacioni atje na. I këputit qarat. Mua, kushti teknik më jep mundësi. Unë që bëj, si që kam tubacionin, e nxjerr në sipërfaqe, dhe e pres lidhjen e kundarishme. Në Kuks ekzistojnë rreth 140 deri në 150 lidhje të kundalishme. Prandaj Kuksi është pa ujë. Po këtë gjë. Që nga problem kjo pasaj. Aty do ndryhy policia, do të hyjnë autoritetet? Jo, shiko, këtë e ka në dorë drejtori. Se të themi aty që është me ndryrjen e zonjës Balloku ku ishte ministra, i ka dërguar 2 makina forestare të reja dhe një fadron. Për këtë punë. Që ta nxjerrim tubacionin në sipërfaqe dhe të prinim ndryriet e kundalishme. Pra duhet që punës t'i dali Zot. Po Tirana? Për Tiranën, të themi të drejtën, ka nevojë. Tirana është një qytet që jo më tepër se 1 milion banor. Apo jo? Dhe furnizimi me ujë i qyteteve të mëdha mbi 5 milion banor bëhet nga liçenet, siç është Bovilla. Unë nuk jam për Bovillën. Po Bovilla është, ti si e po? Jo. Mund të marrësh ujë nga sistemi filtrimi. Galeria Ansore. Filtron ujë. Nga Bovilla, përsëri? Po. Po ujë filtruar. Jo ujë përpunuar kimikisht. Pra, filtrimi që bën ujë në shtresat e tokës është teoria më e përkryer. Se sa përburimi teknik. Ju nuk i qoni normal furnizimin e Tiranës nga Bovilla? Ja. Është me rrezik. Rrezik çfarë? Sidomos tani që kanë dalë dronet. Çka kanë dalë? Dronet. Po çfarë mund bëhet? Ne duke qenë këtu, paf, një dron atjetër. Helmon. Atjetër. Të gjitha veprat e marrjes bëhen të mbyllura. Pse? Është garancia. Është garancia e popullatës. Do dhënë ju dhatë një alarm për këtë? Do dhënë që liçeni për Është real. Mund të helmohet? Është real. Në një situatë të padëshirueshme ndodh e keqja. Po kush mund të bëjë këtë çan? Është kusht që të gjitha kaftazhet bëhen të mbyllura. Po si të mbyllë, ai është liçen. Jo, e ka fjalë për kaptazhe për shembull për Kuksin, që është i mbyllur. Po lere Kuksin, po themi Tiranën, ne jemi në Tiranë. Ose kaptazhe për shembull që ekziston në Gjirokastër. Jo, po themi në Tiranë tani, me Bovilla, si zgjidhet? Në Tiranë të zbatohet metoda e filtrimit me galeri ansore. Në qoftë se do kesh dëshirën, i dashur Landi, ne mund të vemi bashkë në Gjirokastër. Në fshatin tim. Më tregon të Xhaxha që në vitet 36-38, italianët kanë bërë galeri horizontale. Dhe marrin ujin dhe çonin në Gjirokastër. Kaptazh horizontal, 70 metra. Do të jo vertikal. Jo vertikal. Horizontal është më i mirë. Po pse është më i mirë? E kemi vetrjedhje. E nga vetrjedhja.